Presidenti i Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, njëkohësisht ambasador dhe lider për paqen botërore, koordinator i delegacioneve Tahir Shabani, sot realizoi takim me rektorin e Universitetit të Tetovës, Jusuf Zejneli. Qëllimi i vizitës ishte që të vazhdohet bashkëpunimi i filluar, duke ofruar mundësi për vizitë në Universitetin e Gjenevës, universiteteve franceze. Me këtë rast, rektori është ftuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në kuadër të Asamblesë Vjetore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të marrë pjesë në sesionin veror, me që rast të krijohet partneritet i Fakultetit të Mjekësisë të këtij universiteti në përkrahje të studentëve dhe programeve akademike. Ndër prioritetet tonë është edhe bashkëpunimi, sigurisht me institucionet brenda e jashtë, organizata ndërkombëtare, duke tentuar të krijojmë dhe realisht besoj që kemi arritur të kemi një partneritet mjaft të mirë si institucion publik i shkollimit të lartë. Në këtë drejtim sot kemi pritur në takim punë ambasadorin e paqes zoti Tahir Shabani, për shka falenderuam do të thotë për gjithë kontributin, mbështetjen, tendencën që tenton të krijon do të thotë rrjete mundësi të reja për studentët tanë, stafin akademik, administrativ, me qëllim që Universiteti i Tetovës të jetë sa më prezent edhe në veprimtaritë e organizatave të tjera ndërkombëtare që janë me interes vital për përsosjen profesionale të stafit tonë, veçanti të studentëve. Startojmë me një agenda akademike, do të ftojmë rektorin në Universitetin e Gjenevës dhe universitetet zonat ndërkufitare me Zvicrën, dhe shpresa jonë, dëshira jonë shumë shpejt të krijojmë një agenda akademike dhe diplomaci kulturore në Bashkimin Evropian. Të shikojmë programet e trajnimeve, shikojmë programet Erasmus dhe të komunikojmë drejt për drejt me departementet cilët trajtojnë universitetet e Ballkanit Perëndimor dhe universitetet vendeve të ndryshme me Bashkimin Evropian, ku janë 27 vende, dhe uroj edhe zonat tona të anëtarësohen shumë shpejt në Komitetin Evropian. Ky bashkëpunim mes presidentit të Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, njëkohësisht ambasador dhe lider për paqen botërore, koordinator i delegacioneve Tahir Shabani, ka filluar kohë më parë me Universitetin e Tetovës, ku pritet që edhe studentët të këtij universiteti të fillojnë vizitat studimore në Francë dhe Zvicër.